Gjatë vizitës në Estoni, kryeministri Edi Rama mori pjesë në diskutimet mbi zhvillimet strategjike dhe rolin e Europës përballë sfidave të reja ndërkombëtare në panelin hapës të konferencës Lennart Meri. Sipas kreut të qeverisë, Europa nuk duhet ta drejtojë gishtin e fajit nga presidenti Trump për gjendjen gjeopolitike, por duhet që të realizojë vetë sigurinë e Unionit. Nuk e kuptoj vërtet kur evropianët harxojnë kohë me çfarë tha Trumpi. Unë besoj më shumë miqtë amerikanë kur thonë, merrni presidentin Trump seriozisht, jo fjalë për fjalë. Nga një anë, Putini ndihmoi Evropën që të zgjojë dhe të përshpejtonte procesin për ne në përgjithësi, dhe nga ana tjetër Trumpi e ndihmoi Evropën të kuptonte që duhet të blidhte veten. Problemi ynë është se si të bëhet Evropa një fuqi që të përballojë këtë rritje të kapacitetit të saj ushtarak, ndërkohë që në të njëjtën kohë të bëhet dhe ai vendi që kemi adhuruar të gjithë ku ishim për timorit. Rama theksoi se Europa duhet të flasë me presidentin rus Vladimir Putin, pavarësisht se nuk është e lehtë. Evropa duhet të flasë me Vladimir Vladimirovich, dhe të flasësh me Vladimir Vladimirovich nuk është e lehtë, e di. Nuk do të thotë që të mos e mbështesësh Ukrainën, por do të thotë që ta mbështesësh deri në fund. Këtyre deklaratave të kreut të ekzekutivit i ktheu përgjigje homologu i tij estonez. Dua të korrigjoj mikun tim Edi. Unë jam dakord që problemi është Putin. Europa ka qenë projekt paqe, pa armë, dhe tashmë po bëhet një projekt paqeje me armë dhe kërkon shumë ndryshime. Europa sidoqoftë nuk duhet të kërkojë nga Putini sigurinë europiane. Nuk është kjo mënyra e duhur. Por kryeministri shqiptar nuk e la pa replik mikpritësin e tij. Se por duart rukisni, kjo është e qartë. Unë nuk e thash këtë. Jam absolutisht larg dikujt që kërkon të takohet me Vladimir Vladimirovichin, por dikush duhet të takohet. Rusia është aty, nuk ka për të shkuar në një vend tjetër. Pra ndërkohë që bëjmë të gjitha ato, sa u thanë me të drejtë, diplomacia është një domosdoshmëri. Më tej kryeministri Rama bëri thirrje që Europa të rishikojë dhe rivlerësojë kontekstin e ri gjeopolitik dhe të përshtatet me ndryshimet që sipas tij po pëson bota, mes asaj që e quajti si ekuilibër mes sigurisë dhe qendresës së civilizimit.